Dje në ora 18:55 në Gostivar, zyrtar policor nga Departamenti i Punëve të Brendshme të Gostivarit kanë privuar nga liria personin GN, 77 vjeçar, nga rrethina e Gostivarit, duke vepruar sipas kallëzimit të mëparshëm se rreth orës 18:30 në qendër të qytetit ka sulmuar fizikisht gruan e tij 77 vjeçare. Ai po mbahet në stacionin e policisë dhe pas dokumentimit të rastit ndaj tij do të përgatitet kallëzim përkatës. Mbrëm pas mesnate në njësinë e policisë të Arcë, personi OA, 19 vjeç nga fshati në Proshteni Tetovës, ka raportuar se rreth orës 12:20 në fshatin e Rashtë të Tetovës, automjeti i pasagjerëve Jeep me targa të Tetovës, në të cilin ndodhej VR dhe SHA dhe persona të tjerë që ai nuk i njihte, si dhe vetura e pasagjerëve BMW me targa të Tetovës e drejtuar nga PNJ, i kanë penguar dhe ja kanë bllokuar rrugën, pas të cilës i kanë dëmtuar veturën e tij Volkswagen Golf me targa të Tetovës, në të cilën ndodhej së bashku me kolegët e tij, po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rastit. Gjatë ditës së djeshme është kryer kontroll i intensifikuar i automjeteve dhe drejtuesve të mjeteve në zonën e sektorit për punë të brendshme Tetovë. Gjatë kontrollit janë zbuluar dhe sankcionuar për parkim të gabuar dhe të paligjshëm 32 drejtues mjetesh, prej të cilëve 12 janë tërhequr me mjet special me rimang. Janë sankcionuar edhe 51 lloje të tjera të kundërvajtjeve në komunikacion.